Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet Allahut, Zotit të gjithësisë, dhe salavatet e përzemërt të Muhamedit, të dërguarit të mbar njerëzisë. Në këtë ditë xumaje të datës 20 mars 2026 apo 1 Shevval 1447 Hijri. Pas një muaji sakrifice, pas një muaji beteje me epshet tona, pas një muaji discipline të jashtëzakonshme në çdo aspekt të jetës sonë, ja ku jemi sot në ditën e gëzuar të Fitr Bajramit. Sot jemi të gëzuar të gjithë, i madh e i vogël, secili për shkaqet e veta. Pas kësaj periudhe një mujore, një gjë jemi të sigurt. Nëse do vazhdojmë me punë të mira, më të mirë e me vullnet se para Ramazanit, ky është shenjë se Allahu i lartësuar na i ka pranuar të gjitha adhurimet që kemi bërë gjatë këtij muaji të bekuar. Nuk ndalemi së shpresuari se nëse jemi afruar Allahut me sinqeritet, duke e adhuruar e madhruar atë, subhanahu wa taala, siç i ka hija atij, dunjaja e cila nuk ndalet së joshuri njerëzit në përgjithësi, nuk do na ndajë neve nga ky adhurim e as nga rregullet e bukura të kësaj feje madhështore edhe në vazhdimin e jetës sonë. Jo, nga se ka një rregull. Sa më afër Allahut, aq më larg dunjas dhe anasjelltas. Sa më larg Allahut, aq më afër dunjas. Andaj, kjo perlë e sotme le të jetë urimi im për të gjithë juve që na përcjellni dhe na përkrahni me shikimet tuaja. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Allahu i pranoft veprat e mira nga ne dhe nga ju. Urime dhe për shumë vjet festa e Fitr Bajramit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.